Bismillahirrahmanirrahim. Shkojmë të fetvaja e radhës. Pastrimi i organit gjenital të femrës apo futja e ndonjë tablete, kokëre në të për shkak mjekimit. Edhe kjo mesele është sikur se meselet e mëhershme se a ka lidhje mes kanalit të femrës dhe mes organizmit mrena. Nëse ka, e prish, nëse nuk ka, nuk e prish. E mjekësia bashkëkohore ka vërtetuar se nuk ka, andaj edhe dohet më dhanë fetvan se nuk e prish. Ku femra gjatë pastrimit e hyn një pjesë e ujit në organin e vetë sepse e pastron, apo përndor ndonjë tablet dhe mjeku këshillon që me fut në organin e vetë. Kjo agjerimin nuk e prish, vallahu alem, për shkak të mos ekzistimit të lidhjes të kanalit mes organit të femrës edhe trupit të saj brenda. Zotit të mësë miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.